Përshëndetje. Po thuajse të gjithë të paktën një herë në jetë shumë prej nesh kanë qenë në një moment të brisht pas një ndarjeje, ku mendja ende nuk jep dot përgjigje pyetjeve të tilla. Për shembull, a më do ende mua? A ka mbetur diçka për t'u rilidhur, për t'u rindërtuar? A mund ta kthej atë pa u dukur e dëshpëruar? E nëse po e shikon këtë video, ka gjasa që jenë në udhkryq emocional mes krenarisë dhe dëshirës. Në psikologji, rilidhja pas një ndarjeje nuk është thjesht çështje romantike, është një proces ku ndërturet vetvlerësimi, dinamikat e fuqisë, kujtimet emocionale dhe shpesh akti i braktisjes. E ja se si të lundrosh në këtë terren të rëshqitshëm pa humbur veten. E para, pyetja që nuk e bëjmë shpesh: a e dua vërtet këtë person, apo dua të fitoj sërish pushtetin mbi të? Shumë njerëz që duan ta rikthejnë ishin nuk janë domosdoshmërisht të dashuruar. Ata janë të lënduar. Ndjenja e refuzimit aktivizon të njëjtat zona në tru si dhimbja fizike. Në mënyrë instinktive, ne kërkojmë të zbusim dhimbjen duke e kthyer situatën nën kontrollin ton. Këshillt që jepet: pyet veten në mënyrë të ndershme, apo më mungon ai si njeri, apo më mungon ndjenja e të qenit e dëshiruar? Sepse kur ne bëjmë sikur nuk dim nëse ai na do apo jo, shpesh jemi duke luajtur një lojë për të mos e pranuar realitetin, që kemi nevojë për validim, të themi, për vërtetim, për pranim. E dyta, mos e rikthe sepse të mungon. Rikthe nëse mund të filloni nga një vend më i shëndetshëm, nga një pikë tjetër më e shëndetshme. Një nga gabimet më të zakonshme është rikthimi vetëm për shkak të mungesës. Rilidhja nuk duhet të ndodhë nga halli, por nga vetëdia. Nëse nuk jeni rritur emocionalisht, që nga ndarja ka shumë gjasa që të përsërisni të njëjtin model sjellje. Në një studim të vitit 2018, u zbuluan në çiftet që rilidheshin pas ndarjes se kishin mundësi më të mëdha për ndarje të përsëritura, përveç rasteve kur të dy kishin reflektuar dhe ndryshuar disa sjellje thelbësore. E treta, për ta rikthyer, duhet të heqësh dorë nga strategjia ta rikthej duke u bërë unë më i mirë apo më e mirë. Ky është kurth klasik. Do bëhem më e bukur, më e suksesshme, më misterioze, dhe ai do të kthehet. Në fakt, kjo është një mënyrë indirekte për të kërkuar vëmendje. Të ndryshosh veten vetëm për të rikthyer dikë, e zhvendos fuqinë nga vetja tek ai. Ai do të respektoj më shumë kur ndjeshëm e kupton që po jeton jetën tënde për ty dhe jo për të. Mosha emocionale e një njeriu vjet në provë pikërisht në mënyrë se si ai përballon mungesat. 4. Komunikimi pas ndarjes. Si ta mbash dinjitetin dhe të ngjallësh kuriozitet. Në vend që të dërgosh mesazhe klasike, më mungon, ose do të doja të flisnim, provo të hapësh një kanal komunikimi më neutral dhe të bazuar në ndjeshmëri. Diçka si: e kuptoj që kemi ecur në drejtime të ndryshme, por gjithmonë kam vlerësuar mënyrën si kuptoje gjërat. Uroj të jesh mirë. Pak diplomaci. Ky lloj mesazhi tregon pjekuri. Nuk lyp asgjë. Shkakton një lloj reflektimi tek ai. Dhe çfarë është më e rëndësishmja, mban të paprekur dinjitetin tënd. E pesta, çfarë ndodh kur ai sillet sikur nuk e di nëse të do apo jo? Kjo është shpesh një strategji e pavetdijshme që vjen nga pasiguria e tij. Ai mund të jetë konfuz,
Ose mund të luaj idenë që ajo ende më don. Le të shohim sa gjatë do ri kështu rreth e rrotull meje. Kjo është një lëvizje ambigue, diçka që është e dy kuptimt. Mban kontrollin në duart e tij. Psikologjikisht është e rëndësishme të mos biesh në grackën e pritjes pas dere, jepi vetes një afat, një periudhë reflektimi ku ai e di që ti nuk je e disponueshme pafundësisht. E gjashta, mënyra më e fortë për ta rikthyer nëse vërtet ka shpresë. Të mos e ndjeksh, të mos lutesh, të mos bësh si e pa interesuar në mënyrë teatrale, por të jetosh mirë, të rritesh emocionalisht dhe të bësh një version që nuk ka nevojë për atë më shumë se sa ka dëshirë për të. Dëshira është zgjedhje. Nevoja është varësi. Nëse ai sheh se nuk po e ndjek, por ti po lulëzon, nëse ai sheh që ti e do vetëm mjaftueshëm për të mos u përkulur, ai do të jetë i detyruar të shohë me një sy tjetër. Si një grua që respekton veten e saj, nëse ka ndjenja reale, ai do të kërkojë. E shtata, në fund fare, bëj paqe me mundësinë që ai të mos të rikthehet. Kjo është pika më e vështirë dhe më e fuqishme. Të duash dikë dhe të pranosh që mund të mos jetë më për ty, kjo kërkon guxim. Kërkon një shpirt të madh. Kërkon të vetë mjekohesh. Dhe nëse ai rikthehet, duhet të rikthehet sepse e do thellësisht qenien tënde, jo sepse i dhe pak xhelozi apo i dhe pak mungesë. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen, pres edhe komentet tuaja, por ajo që do u lutesha është të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video që unë hedh her pas here. E deri në videon tjetër, mirë takofshi.